Mjekët e mbajnë në sekret, por kjo recetë me ujë me limon trajton çdo problem. Uji me limon është efektiv nëse konsumohet esëll në mëngjes. Rekomandohet të shtoni lëng limoni në ujë të ngrohtë sepse kështu do të ndihmoni në nxjerrjen e elementeve ushqyes, polifenoleve, vitaminave dhe elementeve të tjerë të cilët do të reduktojnë një sër komplikacionesh. Mjalti me ujë me limon mund të përfitojë shumë për shëndetin e mëlçisë dhe të veshkave tuaja, dhe do të jetë një aleat shumë i mirë për organizmin, sidomos në luftën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithashtu uji me limon është i mirë edhe për rrimbushjen e acidit aksorbik ose vitaminës C në trupin e njeriut, e cila është shumë e rëndësishme për flokun, gjithashtu edhe për zemrën tuaj të shëndetshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Gjithashtu, sado që të pëlqeni të konsumoni lëngun e limonit të shtrydhur në ujë, shpesh besohet se pirja e tepërt e lëngut mund të jetë e keqe për shëndetin, prandaj duhet të konsumoni brenda normës dhe asnjëherë në mënyrë të pandërprerë. Dietologët kanë thënë se uji me limon është shumë i shëndetshëm, por duhet të konsumohet në masën e vet. Limoni është një antibakterial dhe antiviral shumë i shëndetshëm për trupin tuaj dhe mund të lehtësojë gjithashtu një sër komplikacionesh të tij. Por duhet të pihet gjithmonë fal antioksidantëve dhe vitaminës C që përmban brenda normës së lejuar. Kështu do të jetë efektiv më i mirë për shëndetin. Pirja e ujit me limon është gjithashtu e lidhur edhe me humbjen e peshës, edhe me reduktimin e komplikacioneve detoksifikuese të trupit. Limoni përmban acid citrik, i cili kur tretet plotësisht metabolizohet dhe ka efekte alkalizuese për trupin tuaj, dhe mund të japë rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve, citon Eltisaj. Edhe nëse lëngu i limonit rrit forcën e kockave dhe shëndetin e përgjithshëm, është e rëndësishme ta përdorni si duhet dhe ta konsumoni brenda normës lejuar. Nëse merrni medikamente të caktuara, gjithmonë nëse doni ta bëni pjesë të pandarë të trajtimeve tuaja, duhet të konsultoheni me mjekun për të evituar gabimet në përdorim. Limoni ka vedi të mira magjike për trupin e njeriut, është i pasur me vitaminën C, kalium, kalcium. Dermatologët gjithashtu e rekomandojnë konsumin e një gote me ujë të vakët me disa pika limon çdo mëngjes. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Vetitë bakteriale të limonit e bëjnë atë një pije të mirë detoksifikuese që i sjell trupit harmoni përpara se të fillojë edhe dita. Sipas një studimi, në mënyrë që të korrni të gjitha përfitimet e limonit, duhet ta përdorni atë bashkë me lëvoren e tij. Studimet tregojnë se polifenolet e rëndësishme që gjenden tek lëvorja e limonit do të ndihmojnë gjithashtu edhe në përshpejtimin e humbjes së kilogramëve të tepërt dhe eliminimit të yndyrnave trupore. Uji i vakët me limon është pija perfekte për mëngjes, pasi që mund të nxjisë edhe jashtëqitjen në mënyrë të rregullt dhe të rrisë sistemin imunitar, citon Eltisaj. Ajo është gjithashtu një produkt i pasur edhe me element ushqyes që mund të pastrojnë nivelet e gjakut dhe të mbrojnë zemrën tonë. Vendosni një gotë me ujë të vakët me limon në rutinën tuaj ditore dhe do të shikoni se sa ndryshe do të ndiheni pas konsumit të saj. Limonët përmbajnë gjithashtu nivele të larta të fibrave, të dobishme për shëndetin e zorëve dhe shërbejnë si antibakterial shumë të fuqishëm. Limoni ndihmon edhe në ekuilibrimin e niveleve të pH-it në trupin tonë. Lëngu i limonit mund të ndihmojë gjithashtu edhe në parandalimin e rritjes së shumëfisht të bakterieve patogjene që shkaktojnë gjithashtu infeksione dhe sëmundje të trupit tuaj, citon Eltisaj. Limoni ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacionit të kyçeve për shkak të acideve urike. Ai ndihmon gjithashtu edhe në lehtësimin e ftohjes së zakonshme. Përmbajtja e kaliumit te limoni ndihmon edhe qelizat e trurit të bëjnë punën e tyre më të plotë, duke mbajtur larg kështu edhe komplikacionet dhe duke sjellë rezultate të duhura në mbrojtjen e shëndetit, citon Eltisaj. Prandaj një gotë me ujë me limon mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese nëse konsumohet brenda normës dhe asnjëherë në mënyrë të pandërprerë. Mënyra se si e nisni ditën është mjaft e rëndësishme se si do të vazhdojë ajo gjatë gjithë kohës. Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde,
të cilat në mëngjes zgjohen të dehidratuara dhe me një nevojë të dëshpëruar për ujë në mënyrë që të largoni toksinat e tjera dhe gjithashtu edhe të përmirësoni organizmin tuaj. Për ta bërë këtë gjë në mënyrë të rregullt, duhet të përdorni recetat e duhura. Një prej tyre është uji i ngrohtë me limon, që mund të japë edhe efektet e duhura ushqyese për trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Receta e kësaj përgatitje është vërtet e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka një rëndësi sepse ndihmon në zgjimin e të gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund të dëmtojë organet. Përgatitja e pjesës tjetër të ditës mund të konsumohet lëng limoni në ujë të ngrohtë ose të ftohtë sipas preferencës suaj, dhe kështu do të keni përfitimet e tyre ushqyese. Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë për gjatë ditës, dhe uji është i rëndësishëm pasi përbën rreth 60% të peshës tonë trupore. Shtimi i lëngut të limonit në ujë do të thotë të merrni më shumë vitaminë C, hekur, kalcium, kalium dhe fibra, gjithashtu edhe pektin, por të mos haruar se janë edhe antibakteriale të cilët ndihmojnë në mbajtjen e shëndetshme të organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të trupit tuaj. Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zhvendësues të kafes. Ndaj, nëse po përpiqeni të largoni sadopak kafeinën, uji i ngrohtë me limon mund të jetë një alternativë e çmuar për trupin tuaj në këtë proces. Në këtë video do të mësoni arsyet pse duhet të konsumoni rregullisht ujin e ngrohtë me limon, pasi do të keni përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sipas Brightside do të rendisim në këtë video përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i ujit me limon. Redukton riskun e infarktit në zemër sipas shoqatës amerikane të zemrës. Pastron lëkurën dhe redukton gjithashtu edhe shenjat e ndryshme të plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrullave. Vepron si një detoksifikues sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë të gjitha funksionet e mëlçisë dhe të japë gjithashtu rezultatet të duhura për shëndetin e saj. Uji me limon është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër komplikacioneve të hormoneve dhe ekuilibron emocionet, balancon pH-in në trup, përmirëson gjithashtu edhe shëndetin dhe shenjat e inflamacioneve duke reduktuar dhimbjet e lehta. Ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit pra kapslëkut, shton oreksin dhe kontribon edhe në shtimin e peshës në mënyrë të rregullt dhe të patepruar, përmirëson edhe aromën tuaj të frymëmarrjes. Ndihmon kundër këtyre komplikacioneve të njëpasnjëshme dhe ndihmon gjithashtu edhe në rritjen e vlerave të trupit tuaj, parandalon lodhjen e trurit ose edhe rëndesën e tij, forcon sistemin tuaj imun, redukton dhimbjet e muskujve në rrugët e ajrit, pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato të funksionojnë në mënyrë më optimale, nxit funksionit normal të aparatit tretës, ju ndihmon në arritjen e shëndetit më të mirë tretës dhe mund të cilësohet pa frikë si një nga zgjedhjet më të mira ushqyese për procesin tuaj shëndetësor. Uji me limon është një nga pijet më të konsumuara në ditët e sotme. Vitet e fundit ati janë atribuar shumë përfitime të rëndësishme, të cilat e rendisin atë si një nga pijet më të mira që duhet të filloni të përdorni vazhdimisht në dietën tuaj. Nëse pini ujë me limon çdo mëngjes, mëtej i largoni të gjitha toksinat nga trupi dhe organizmi juaj. Do të ndjeheni më të liruar dhe gjithashtu do të mbani larg edhe komplikacionet e tij. Pirja e rregullt e ujit me limon në mënyrë të drejtë në dietën tuaj mund të luajë një rol pozitiv për mëlçin, për veshkat, për lëkurën dhe përgjithsisht edhe për detoksifikimin e trupit tuaj. Trupi ynë ka aftësinë të eliminojë vetë të gjitha komplikacionet dhe rëndesat e substancave të ndryshme, por shtimi i ujit me limon në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër këtyre komplikacioneve. Limoni mund të ndihmojë edhe nëse konsumohet në sasi të duhura, kështu do të keni përfitime dhe do të mbani larg komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.